Legjislatura e nëntë e Kuvendit të Kosovës nuk u konstitua as në përpjekjen e saj të dytë. E për këtë ka reaguar Ron Gjinovci përmes një postimi në Facebook ku ironizoi me partitë opozitare, po menojnë që din me luajt qa. Ai komentoi deklaratat ku thonë se 100 deputet ishin në sallë dhe pse vetëvendosja e nisma nuk e kaluan raportin. E prapa vije në kësaj e zbërtheu Gjinovci, ku tha se kjo është një lojë politike që fundin e saj opozita po dëshiron ta ketë në kushtetuese për cilët bota sot. Në vijim postimi i plot, hibridët dhe opozita menojnë që din me luajt qa, po thojnë 100 deputet janë ka në sallë. Pse vetëvendosja dhe nisma nuk po e kalojnë raportin? Këta po kanë qef me hi në lojë, pa u votuar raporti që me mujt me qunë gjykat kushtetuese me sën që mos helbet e gjykata kushtetuese e konsideron antikushtetues këtë veprim dhe eventualisht masi të jetë zgjedh qeveria me mujt me kriju një krizë ku shkelës i kushtetutës del Albin Kurti. Çfarë po paka mendojnë që kjo nuk po vërehet?